Dilaver, çat ka ndodhur se të shohim me ca plagë? Nuk është në herë e parë, po vemi punojmë, jemi në përmalje, ato drurë dekorativ që punojnë, ato gjëra që bëjnë, ato kërkojnë të shkosh në përmalje. Bijem në gur, në gërgje, gërvishur jam, po kam rënë në një faqe që nuk rash gati sa s'më doli syri, që të me kishte bërë në një atat madhe. Kam rënë në ato gërgje, nuk është herë e parë, është para se mi takuar bashkë, para një 10 ditësh kisha rënë. Janë sa ditë të ngushme tani, duhet i mbledhim myshjet dhe drurët përpara se dalë bari dhe gjethi, se pastaj nuk duken me drurët dekorativ. Ngutemi të flasim këtu, ngutemi të lexojmë, ngutemi të punojmë, flem 3 orë në natë do bjerë njeriu, se njeriu nuk është për hekuri, çat bëjnë tani. Po të kishte qenë gjë tjetër do kishim shkuar në polici, do ishte marrë vesh. Po jo, nuk na ka ngasmuar njeriu, thjesht jemi lodhur edhe kemi rënë. Dilaver, si ke parë publikimin e listave të kandidatëve të partive politike? Nuk e kam parë, e kishim parë, e dinim përpara se çdo ndodhte. Jo vetëm kaq. Jo, e dim tani, po prej 17 vjetësh, që në vitin 2008 me 21 prill, kur është bërë marrëveshja Rama Berisha, ne e dim se çdo ndodh. Nuk është se unë njoh, kjo është një kronik e një mbarimi e një fundi të paralajmëruar. Ne e dim gjithçka. Po pse shkem në të zgjedhjet? Duhet shkosh përpara te kutia e votimit. Shko te kutia e votimit. Në të dy anët këdo kesh për ta numëruar votën, një të PS-s, një të PD-s. Si numërojnë ata votat në Partinë Demokratike dhe në Partinë Socialiste, si tu teket. E kemi parë, të Partia Socialiste nuk e kemi parë, po të PD e kemi parë, si i vodhën i Psenelezit, ja vodhën votat çak në tavolinë. Edhe ja dha, ja 300 vota saj. Et Paloka me Vokshin, me Flamonokën e me të tjerë. I madhi është e që organizon është Saliu, dihet e punë. Edhe Rama i përjashtoi gjithë. Ata që i kishin që kanë fuqi ekonomike për të blerë votë, ata i mbajti. Deputetët e fuqishëm, ato që janë shumë të korruptuar, i mbajti brenda. Ata tani që s'kan fuqi ekonomike për ta blerë votën, për shembull, t'ja pun 2 shembuj të gjallë, është Petro Koçi dhe Erion Braçi. Këta të dy nuk janë të përmendur për korrupsion, asnjëri. Menjëherë këta u tërhoqën, u largua, s'kan mundësi ta blejnë. Ata të tjerë që kanë mundësi ta blejnë, që kanë ditur të vjedhin dhe të kenë anturażhin e tyre rrotull, që kanë favorizuar, që kanë privilegjuar, ata kanë lekë dhe do blenë, si thyenin pragun përpara. Tani do blenë vota për të qenë deputet. Parulla është e Ramës, do në i pushtet, paguar një lekë, gjysmën atyre që keni marrë. Ata që s'kan lekë, të ikin, Erion Braçi iku fluturoj, Petro Koçi iku fluturoj dhe në një tjetër edhe s'ka tjetër. Sa për Partinë Demokratike, tani pse të flasësh për te? Aty janë gjithë rrethi familjar dhe besnik i Sali Berishës, siç ka marrë dhe Rama. Këta familjarët dhe rrethin e tyre kanë marrë në politikë. Këta s'kanë marrë, nuk ka meritokraci këtu, nuk ka vlera, nuk ka njerëz të prurje të reja. I marrë atje nga hunda, ca servil, ca lëpirës dhe i fusin brenda kaq. I nënshtruar, thoshte Romeo Kara, para pak orësh në gazetë lexova që do të takoj pak me vonë, unë zotrin. E kanë varur qyrkun te kryetari i partisë, nuk kanë dinjitet, nuk kanë integritet, nuk kanë këta s'kanë asgjë. Kjo është e para e punës. Në Partinë Demokratike në anën tjetër tha, ne ka marrë grushtin atë grupin e vet, ata që i don ai, i hodhi të gjithë jashtë. Edhe Dashtula, mirë pa e përshtypje me ben, sepse tani këta janë këtu që i shikojmë. Flasin tani që i ka lënë pa karrige. Qoftë Dashtula, flet tani, qoftë të tjeri, flasin tani. Jori dhe tabaku fillon dhe lepihet dhe përlihet këtu ben si, se ajo nuk ka kocka që të qëndrojë. Me një ranë morën një mësim të mirë. Që të mos e marrë, kur nuk ke dignitet, kur nuk ke integritet, kur e ke ndihmuar të keqen, do e psosh të keqen. E keqja është kur e favorizon të kthehet. Edhe ju kthej edhe këtyre ju ranë kokë. Dhe shqyr që ju ranë kokë, siç na bie lodhja neve, uroj ju bien. Po, ajo që më dhe mua më shumë nga të gjithë të tjerat, është vjedhja e madhe. Është edhe naiviteti jo si popull. Që e kemi patur, e kemi vujtur, kemi për ta vujtur në jetë të jetëve. Ne shikojmë që nga këta nuk presim gjë, kanë 35 vjetë, zgjatet tranzicioni pa fund. Dhe prapë ne nuk reagojmë, me ujë, me orar, me të gjitha. Ajo që më bën mua të dhembë, është hileja, është dinakëria e elitës tonë, që nuk është elitë, po është kaste, për mendim gjithatë më i shërbej njëri tjetrin dhe rinë të heshtur, si rrethe mafioze, të çuditshëm. Ashtu si butak, pa i kuptuar fare, nuk reagojnë, thuajse sepse në popull është përhapur e fjala, nuk kemi elitë. Dhe kitë që madhe është kur s'ke elitë, se po të kishte elitë, diçka do ndrohesh, diçka. I shikon atje kur flasin, nuk flasin si unë ti apo si njerëzit e tjerë. Jo, i japin peshë zërit, i mëshëjnë zërit, sepse nuk ju ka peshë fjala. I shikoj ata në fugën, duke folur. E ke parë sa i peshë i jep fjalës, i jep zërit, i mëshon zërit fort.
se nuk i ka peshk fjalla, se e kemi para që duke ngrënë peshk me Ilir Metën. Ose atë përparim kabon, e keni parë sa i më shonë zërit, o burra, se nuk ju ka peshk fjalla. Kjo e të në fjallë të mlaja të thënë nga gjinit e njërzimi, se jam nga unë, po unë i kam lezuar dhe po i them. Dhe kur shikoj akademik të tillë, kur shikon artistë si Arditje Preja, si Altin Basha, që i dalin Arion Velijet në krah, kur shikon artistë dhe shkrimtarë dhe regjizorë që i shkonin o burra brenda për të ndihmuar Sali Berishën që mos ta kap spak, po që mund të flasësh për elit, atëherë që mund të flasësh për ndryshim, se nga ajo elit vjen ndryshimi. Nga populli shkret që është për të mjetuar si unë që shkeme thym kokën atje në majtë e malit, nuk vjen ndryshimi. Ose vjen në fund me në mënyrë krejt të dhimbshme, sigurisht, dalin ato rezervat e vjetra, e kemi provuar atë ndryshimin nga poshtëne. Është 25 vjetë, është Bernami, prishur dhe kisha e xhamia, pronë private, të gjitha, edhe kur vje puna u shpën tani mbas i dolën, u hoj ikën edhe, dhurate të dyve, edhe atyre ish komunistëve përpara, dhe të antikomunistëve ish komunistë, se këta e më të rëzimsh se komunistët, e ka thënë të qesë për them unë, po e për përsëris, shikoj rezultatin, kemi qenë 4, jemi 2 milion. Që të presësh ma? Ne jemi duke deshur të fillojmë një tranzicion të ri, të shkem nga 2 milion të zerohemi. Në qoftë se i lejmë këta edhe 20-30 vjetë, sa thonë Berisha, Rama dhe Meta, që do jemi pratë në politikë po aq vjetë, 112 vjetë ta ka vdekur gjyshim, tha ky Berisha. Po shkoj 112, kia mërë i vendi. Edhe Rama është i ri, edhe Meta është i ri, po shkuan dhe 30 vjetë të tjera këta, ky vend ishte 4 dhe quan 2, do që është 2 dhe që në 0, dhe në 0 ka shkuar. Mirë po, thamë ne, populli shkreta është në nivel mbijetesës. Ilaver, a besoni që dora e hekur të Spakut mund të bëjë që të largoj figurat e vjetra politike dhe t'ju jap shpresë për një rotacion përmes drejtësisë? E kanë fatin më në këta i ndihmon djalli. Sa po shkonte në gradën që të Spaku të kishte fuqinë absolute mbi ta, u bën ndryshime që u bën në Amerikë, u bën dhe Amerika si punë e Shqipërisë dhe tani Spaku është në fuqi, po nuk e ka atë valencë që kishte. Këta bashkë që shikon ti që i kanë të privilegjuarit të tyre, entourazhin e tyre, që kanë njerëzit e tyre brenda. Prandaj mbajnë, i kanë listat e mbyllura janë për të përballur me Spak. Në qoftë se nuk arrijmë thonë ta eliminojmë, ta zgjesim Spakun, të paktën të kemi aq forcë elektorale sa që ta paralizojmë Spakun. Kjo prandaj kanë zgjedhur ta afërmit të ty për të mbrojtur nga Spaku. E rëndësishme është ama që shikojmë me një Altin Duman që ka popularitet më të lartë se Berisha, më të lartë se Meta, më të lartë edhe se Rama, dhe se të tre së bashku. T'ju tregoj edhe diçka në një emision të mëngjesit që kam parë një kuriozitet para ca ditësh tek Report TV. Është një djalë Xhaxhiu, me duke se ka emrin ai. Po intervistonte, i kishin dalë në telefon dhe tha një plak pensionist. Te mos ma hiqni. Ai plaku pensionist foli, tha në atë 4% që më kanë shtuar mua pensionin, tha, në qoftë se dini që i shkon me të vërtet Spakut, nuk e dua, vetëm të shkoj Spakut ai 4% i shtesës pensionit tim, tha ai, të shkoj Spakut dhe kaq. Nuk e dua, ma kaq është i përkushtuar ndaj atij institucioni populli, sa që nuk ka besim të asnjëri, se s'mund të kesh besim, more. Si mund të kesh besim të PS-ja, të PD-ja, të LSI-ja, që i vjen lëndë emri tani e kanë nxjerr PL-ja. Si kështu i kanë bërë sallat ata, i rinovojnë për të mos të shfaqur si të vjetër. Që ata janë të vjetër me të vjetër, kanë vënë edhe këtu një viktim këtu, e keni parë një është bërë si Rasputini, ki me mjekër këtu. Ki nuk ka idejen për vete, jo të bëj edhe ky milioneri këtu, Ilirin Cilibashi. E dini ju se nga është ky, këtë tani. E kanë bërë dhe këta, kanë marrë komisionin zgjedhori, kanë marrë gjitha. Kanë marrë ujnë për vete, o kanë dhenë oligarkeve, kanë marrë shtetin, tokën, ujnë, detin, gjitha. Dhe ki popull, tashti populli shkret, ajo që më dhem mua, po përsëris dhe një herë, me dhem belita se ki popull kaq mundësi i ka. Shikoj rezultatin, kemi qenë 4, jemi 2 milion. Që të presësh ma? Ne jemi duke deshur të fillojmë një tranzicion të ri, të shkem nga 2 milion të zerohemi. Në qoftë se i lejmë këta edhe 20-30 vjetë, sa thonë Berisha, Rama dhe Meta, që do jemi pratë në politikë po aq vjetë, 112 vjetë ta ka vdekur gjyshim, tha ky Berisha. Po shkoj 112, i vendi. Mërë i vendi. Edhe Rama është i ri, edhe Meta është i ri, po shkuan dhe 30 vjetë të tjera këta, ky vend ishte 4 dhe quan 2, do që është 2 dhe që në 0, dhe në 0 ka shkuar. Mirë po, thamë ne, populli shkreta është në nivel mbijetesës. Ilaver, a besoni që dora e hekur të Spakut mund të bëjë që të largoj figurat e vjetra politike dhe t'ju jap shpresë për një rotacion?
përmes drejtësisë. E kanë fatin më në këta i ndihmon djalli. Sa po shkonte në gradën që Spaku të kishte fuqinë absolute mbi ta, u bën ndryshime që u bën në Amerikë, u bën dhe Amerika si punë e Shqipërisë dhe tani Spaku është në fuqi, po nuk e ka atë valencë që kishte. Këta bashkë që shikon ti që i kanë të privilegjuarit të tyre, entourazhin e tyre, që kanë njerëzit e tyre brenda. Prandaj mbajnë, i kanë listat e mbyllura janë për të përballur me Spak. Në qoftë se nuk arrijmë thonë ta eliminojmë, ta zgjesim Spakun, të paktën të kemi aq forcë elektorale sa që ta paralizojmë Spakun. Kjo prandaj kanë zgjedhur të afërmit të ty për të mbrojtur nga Spaku. E rëndësishme është ama që shikojmë një Altin Duman që ka popularitet më të lartë se Berisha, më të lartë se Meta, më të lartë dhe se Rama, dhe se të tre së bashku. T'ju të regoj dhe diçka në një emision të mëngjesit që kam paru një kuriozitet para ca ditësh tek Report TV. Është një djalë, Xhaxhiu, me duke se ka emrin ai. Po intervistonte, i kishin dalë në telefon dhe tha një plak pensionist, te mos ma hiqni. Ai plaku pensionist foli, tha në qo, atë 4% që më kanë shtuar mua pensionin, thaj, në qovë se dini që i shkon me të vërtet Spakut, nuk e dua, vetëm të shkoj Spakut, ai 4% i shtesës pensionit tim, thaj, të shkoj Spakut dhe kaq. Nuk e dua, kaq është i përkushtuar ndaj atij institucioni populli, sa që nuk ka besim të asnjëri, se s'mund të kesh besim, more. Si mund të kesh besim të PSE, të PD-ja, të LSI-ja, që i vënë lëndë emri tani e kanë dhirë PL-ja, si kështu i kanë bërë salat ata, i rinovojnë për të mos më të shfaqur si të vjetër. Që ata janë të vjetër me të vjetër, kanë vënë edhe këtu një viktim këtu, e keni parë një, është bërë ki si Rasputini, ki me mjekër këtu, ki nuk ka idejen për vete, jo të bej edhe ky milioneri këtu, Ilirin Cilibashi. E dini ju se ka është ky tani, e kanë bërë dhe këta, kanë marrë komisionin zgjedhori, kanë marrë gjitha. Kanë marrë ujnë për vete, kanë dhenë oligarkeve, kanë marrë shtetin, tokën, ujnë, detin, gjitha. Dhe ki popull të ashtik, populli shkretë, ajo që më dhemë mua, po përsëris dhe një herë, me dhemë belita, se ki popull kaq mundësi i ka. Dilaver, si e keni parë këtë futjen e Dules në koalicionin me syrin me të keqë. Para pak ditësh unë kam qenë atje dhe kam në Facebook, kam qenë të familja të Vëllaj, familja të Vëllaj të Fatmir Shehut. Është Beleri që ka vrarë Fatmir Shehun, që ka vrarë Arsen Gjinin, që ka bërë kërtinë e madhe me 10 prill 1994 atje në Peshkepi. Është ai që i thot shoku i pare punës thot Efkaristo Qiri, thot Berisha në mes të Athinës. Shoku Beleri tha, zoti Beleri dhe zoti Dule, po këta nuk më bëjnë përshtypje mua, more, se këta e dim se kush është Berisha, e dim se kush është Dulja, e dim se kush është Beleri, dhe se si e kanë shitur detin, si e kanë blerë, si e bëjnë Shqipërinë, lem, sheli. Ajo që më dhe mua është dy deputetët edhe ata pjesa tjetër e partisë se Shpëtimi Drizit. Edhe me Sila Doda, edhe Shpëtimi Drizit. Me Sila Doda do jetë, edhe me Shpëtimi Drizit do jetë me Dulën dhe Belerin. Imagjino dy qemër ti që i kanë shkullur me rënjë me degë qamërin. I kanë shkullur me rënjë me degë qamërin, i kanë silë kësa janë, imagjino ata të dy ti të jenë aleatë me ata që po pretendojnë ditë për ditë pavarësinë e Vorjepirit për të shkëputur tokës mëm pjesë të Shqipërisë. E imagjinoni ju se që bëhet. Si i kanë shkullur thash me rënjë me degë, i kanë zirë këtu, masakre e madhe. Edhe Shpëtimi Drizi, milioneri, miliarderi me disa firma ndërtimi me djalin dhe të tjerë, se si dini ju pasurit maramendës të Shpëtimi Drizit, dhe shkojnë e bëjnë për interesin e tyre dhe kundër Shqipërisë bëjnë aleancë pikërisht me ata, me Dulen dhe me Belerin. Si të ta shohësh me sy të mirë, si të mos tërbohesh, prandaj dhe flenë dhe 3 orë ju thash në natë. I lexoj, i shikoj, dhem, punoj, dal dhe flas dhe këtu, aq sa munden. Do thoni ju 20. Ka qeshtë, 20, nuk kam si ta bëj shumë zero. Dilaver ka pasur disa protesta në Tragjas për ujin e pishëm. Si keni pa këto protesta? Oligarkët janë duke e thithur. Halli madh, se ja morën Tragjasin. Po këta kanë marrë Librartin, e kanë marrë Dragobinë, e kanë marrë gjitha ma. Tragjasi është viktime e radhës. Ishte një vjosë të tërë që donin ta thithnin. Pse, unë partje kam qenë atje, thash, unë të familje Fatmir Shehut. Dhe në rrugë kam me ngjitje ai që më kishte shoqëronte me makinë, me ngjitjen e Bylis. Dhe shikoni burimin e Poqemit. E keni parë Poqemin ju, në rrugën nga Levani për në shkuarën të Belen. Është goxha burime dhe shkon të derdhësh në Vjosë. Jo se është kejse derdhë në Vjosë, po e u i pishëm kristal. Burimi Poqemit i tërë shkon të derdhët në Vjosë. Sepse nuk kanë arritur ujdin,
Po arritën u i din këta marrin Tragjasin, e marrin Delujnë që kanë marrë në fshatin time, marrin Valbonën, marrin burimet e Librazhit që i kanë thisur të gjitha atje, i fusin në hidrocentrale, ju japin i lirosin pak, i ndirosin edhe këta të menderosurit, këta elitarët të ndyrë, edhe ka gazetarët qaftrash që shikon miliarderët, këta intelektualët, këta akademikët që të thashon, këta profesorët që s'kanë asgjë me intelektin dhe intelektualët. Këta në ordinerë të gjallë, i paguen, që të mbyllin, e të bëjnë, si që bëjnë me gjitha këta që kanë bërë, edhe kur të marrin ujnë, edhe e lenë popullin me ujë më orar, se edhe aj ujë atje, nuk i dihet për çfarë qëllimi ka për shku, se mos ka për të pas ujë në njëherë, asë një vend nuk ka ujë pa orar në Shqipëri. Si ta shohësh, ashtu i shikoj, ashtu i dëgjoj. Shikoj oligarkë që nuk lenë, ose lenë këta janë bërë bashkë, klika ekonomike, do më thënë mafia ekonomike, mafia politike, mafia juridike, mafia mediatike, është mbledhur shteti në duart të dy njerëzve, të Sali Berishës dhe të Edi Ramës, që në vitin 2008, kur nuk ishin tharë akoma lotët mirë nga masakra e Gërdecit. 2007 ndodhi, në mars 2007 ndodhi masakra e Gërdecit. Dhe në prill, 21 prill të vitit 2008 u bë marrëveshja Rama Berisha, privatizuan Shqipërinë dhe ne çat presësh nga ta, do të marrin ujin, do të marrin bukën, do të marrin vendin, të hikim dhe të shkulemi nga ky vend, se jemi të zot të bëjmë asgjë, kemi edhe një elitë të rënë fare, të mbaruar. A besoni se do ketë rotacion në Po, përzgjedhje? në qoftë se kemi rotacion, do kemi prapë tranzicion nga e para. Unë do doja që Rama të rinte në pushtet, që të mos kishte ku të shkonte me lart Rama. Dhe Berisha të mos kishte ku vinte me poshtë, që dilte diçka e re. Po ku të presish të re? Të presish nga Beati Klapaj, e nga Endre Shabani, apo nga Arin Qorri? Dhe jo bre burri dhe. Nuk janë ere, ata kanë krijuar një model mediatik politik. S'kan lidhje me, ne kemi thënë dhe o përsërisim, njeriu duhet të jetë diplomat para se të bëhet politikan, jo të bëhet direkt gazetar. Gazetar dhe me gazetarin, me analizën merremi unë e ti, se po i the këto gjëra, pastaj kur tulesh në tavolinë atje, nuk bën dot politik, se do të thotë more Dilaver, ose miku im, ose ti gazetar, ose tjetri. Po ti ke thënë kështu gjë. Si del sot dhe thua të kundërtën? Të kanë lexuar, je libër i lexuar dhe nuk bën më për atë punë. Kjo është. Dilaver, shumë faleminderit. Të gjithë të mira.